Të nderuar pranishëm, të nderuar miqtë e mi, Izet, Arben Fetaj, Bilal Zeqiria dhe miku im i dashur Adnan, shefi shtabit, bara i cilit bie shumë në këto zgjedhje. Mirë se takojmë njëri tjetrin këtu. Të nderuar deputet kolegë të mi, ministra, zëvendës ministra, funksionar që jeni shumë fatmirësisht, besoj që të bëjmë edhe më shumë në këto zgjedhje të radhës. Unë kam një fjalë të rastit shkurt, besoj desha t'jem gjatë që t'u mërzis edhe mos i ndëgjoni këto miqtë e mi. Atëherë sot së bashku me zëvendës ministren e Vlenit për transport zonjën Kaltrina Zekolli Shashiri, me një grup punues për rrugën projekti rrugor Tetov-Prizren, ishim në Prishtinë, ku zhvilluam një takim të dytë të radhës për këtë projekt me të rëndësisë të jashtëzakonshme për ne shqiptarët këtu, ku bëhet fjalë për një tunel 6 kilometrësh, dhe këtu e bëm hapin thelbësor të këtij projekti, që është detyra projektuese, dhe ky është një nga projektet konkrete që shënjojnë edhe bëjnë emblematik ndryshimin që solli Vleni. Pra, si ky projekt kemi korridorin 8, kemi rrugën Blac, Shkup e plot projekte të tjera që e shquajnë Vlenin nga paraardhësit tanë që kishin vetëm fjalë. Zonja dhe zotëri na thonë që merremi me BDI-n shumë, por sepse natyrisht ata kanë dominuar skenën politike për 22 vjet, kanë bërë qederin më të madh maksimal të mundshëm dhe natyrisht ne duhet bëjmë krahasimin me të për të denoncuar modelin e keq qeverisjes, duke bërë kritikën të sistemit 23 vjeçar, nga i cili duhet të distancohemi dhe të tregojmë se jemi ndryshe. Ne duhet dojmë mos të jemi ndryshe. Nuk mund të mos merremi me një model politik bërje, kur shohim se si figura politike, sot që i pam, bëhen bashk që nuk ka lënë gjë pa i thënë njëri tjetrit. Njëri tha janë horra, nuk ulet me horrat, pastaj u ul e u gushën. Tjetri tha psikopat, tjetri deshen më vrasin, pra nuk lanë gjë pa i thënë njëri tjetrit. Unë e kuptoj që politika nuk barazohet me moral, po nuk mund t'jetë fare pa moral. Nuk mund t'jetë pa moral politika. Po si mos bëjmë krahasime kur ato sidomos të 17 vitet e fundit nuk ndërtuan as një spital, nuk ndërtuan as një bibliotek, as një teatr, as një fushë sporti, nuk ndërtuan as një qerdhe, nuk ndërtuan as një kilometër autorrugë, nuk mund mos i bësh këto krahasime. Ata çfarë bën? Ata ndërtuan qendër tregtare për 35 milion euro, aq sa ne 35 milion euro dhanë për një universitet shqiptar për Nën Terezën. Si mos bëjmë krahasime kur bëjmë ne korridorin 8, që pritet të kryhet në vitin 2027 me ato që s'bën as një kilometër rrugë. Pra si mos krahasosh me ta kur kanë përzënë rreth 500.000 shqiptarë për këto 25 vitet e fundit, kanë mbushur aeroportet më fëmijët tanë, sytë me lot dhe zemrat me dhimbje që kemi për ato fëmijë. E si mos krahasosh me ta që u miqësuan me Vučićin, e dëmtuan Kosovën dhe krijuan Ballkanin e hapur sinonim të botës sërbe. Vlen është aleat dhe partneri i Kosovës dhe i Albin Kurtit. Vlen politikën e jashtme dëshiron ta ketë koordinuar edhe me Shqipërinë. Vlen është për NATO dhe për Bashkimin Evropian. Të dashur pranishëm, sonte nuk fillojmë vetëm një fushat. Fillojmë një mobilizim kombëtar për dinjitet dhe le të jetë ky shtap një qendër energjie ku çdo ditë punojmë me përkushtim për t'u treguar qytetarëve se Vlen nuk është vetëm emër, por vlerë dhe një filozofi qeverisëse. Në fushatën e kaluar kisha një slogan, erdhi dita, ali opozita, dhe më doli. Por nuk e dija që do vije data BDI non grata, do dale. E drejta është në anën tonë, faqe bardhësia është në anën tonë, mbarësia është në anën tonë, historia është në anën tonë dhe fitoria do jetë në anën tonë. Ju faleminderit.